ose ju nuk e merrni mandatin, përgjegjësinë politike për këtë zonë keni ju si barë? Përgjegjësinë politike patjetër që kemi edhe ne, edhe drejtuesi politik, kryetari i partisë, të gjithë po themi strukturat e Partisë Demokratike, pasi ne punojmë si ekip. E qartë. Zonjë Zotaj, ju si jeni të organizuar, më thoni pak për djathtas edhe për LZHK-n në bashkëpunim në këto koalicion? Lejo që të shtoj vetëm një fjali, ka një problem të madh për mënyrën se si funksionon kampi që kam përballë, sepse nuk bëhen analiza asnjëherë as për humbjet as për fitoret, prandaj është këtu ku është sot. Megjithatë, ndoshta ke përkohën e Lulit. Jo, e ke gabim, se kam 20 vjet aty. E kam kaluar edhe atë që ke ti sot. Atëherë, zgjedhjet e 11 majit nuk ka lidhje vetëm me program të detajuara, se do të ishte mirë që secila nga grupimet që u ofrohet qytetarëve, të paktën ne kemi zgjedhur që të mos bëjmë shpikje. Minimalisht duhet jemi njerëz, të japim institucioneve fytyra njerëzore. Pasi në thelb, ne do duhet të kemi në çdo vendim që marrim humanen, njerëzoren, të kemi individi. Nëse ne shkojmë tek qytetari dhe e trajtojmë atë me respekt dhe me dinjitet, nuk ka nevojë qytetari që ne t'i tregojmë premtime boshe, sikur se bëjmë partitë e mëdha. Pas e kanë diçka më shumë në dorë, se duke pasur qeverinë, sigurisht që premtimin do t'i bëj me një hap më të madh zoti Rama. Në 12 vjet zoti Rama ka premtuar në mënyrë të vazhdueshme dhe asnjëherë nuk e ka mbajtur fjalën dhe nuk i ka realizuar premtimet. Janë vetëm premtime bosh. Nëse do të kishte realizuar sikur 10% e atyre premtimeve, qytetarët nuk do largoheshin, të paktën qarkun e Fierit, fermerët nuk do falimentonin edhe të hidhin produktet në lum, sepse është fatkeqësi, ne kemi një po themi terren shumë të madh që përqindjen më të madhe në Shqipëri të bujqësisë në tokat tona, dhe kur vjen puna, pemët tona, pemtaria hidhet në rrugë, qumshi derdhet në lum, djersa e fermerit nuk vlerësohet. Problematika të jashtëzakonshme kanë qytetin e Fierit dhe në gjithë qarkun. Mos harrojmë që jemi një zonë që prodhojmë, kemi pasuri natyrore të jashtëzakonshme, kemi të naftës. Nafta që është një pasuri e jashtëzakonshme, por që nuk kemi një rafineri, dhe ajo që ishte në qytetin e Ballshit, u mbyll nga të dyja qeverit që kanë pasur një rol shumë të rëndësishëm për ta dështuar si rafineri, dhe gati 1200 punonjës janë në mes të katë rrugëve. Mos ta harrojmë pastaj që Ballshi ka mbaruar si qytet. Më kujton të takimet e zotit Rama për pjesën që kishin grev, ngujimin që bërën tek rafineria e Merradh. Disa paga ishin për sa kohë, pastaj zgjidhje, nuk është pagë që ti të japësh asistent gjithë naftëtarëve të qytetit Ballshit dhe qytetit Fierit. Ato janë interesa dhe janë afera të mëdha, sepse është favorizuar një rafineri në Itali për interesa okulte që është pjesë e aferës dhe qeveria Rama. Gjithsesi do ketë zhvillime ndoshta se besojmë shumë tek sistemi i drejtësisë që t'i çojë gjërat në vend. Po mirë, edhe kjo është pikë e rëndësishme që do të diskutojmë, liderët e rinj a mendojnë, a besojnë tek drejtësia. Po, por mund të më thuash për fokusin, keni limite se ku duhet kërkoni votat? Jo, ne nuk kemi limite, ne jemi njerëz që kemi bërë një jetë politike shumë gjatë, njerëz që kemi përballur betejë të jashtëzakonshme. Po thuaj se në çdo 2 vjet ne kemi qenë ballë për ballë nëpër betejë dhe eksperienca bën të veten, strukturimi është një mirë organizuar, strukturat tona. Patjetër të gjithë kandidatët do punojnë në zonat e influencës, sepse janë të ndarë në territoret e tyre, por në tërësi nuk kemi ndasi, sepse punojnë për një objektiv, për një qëllim të përbashkët. E ndjeni pak luftën mes vetes si koalicion, le të themi. Na ka bërë një ndër të madh doktori me listat që ka bërë dhe vallahi nuk u del koha duke u zënë me njëri tjetrin. Okej, mirë, do përfitoni në këtë rast, jeni pak më qetë brenda vetes. Okej, zonja Koçaçi, për ju jeni parti që nuk besoj kohë. Po, ja pra më thuaj këtë fjalinë, si do jeni përshtatur me kërkimin e votave, me elektoratin, si po përshtaten në terren, po? Sipas qarqeve dhe grupet e punës. Dhe nuk është se kemi limit në atë, sepse votat, ndërsa njëri nga kandidat do marrë vot në gjithë qarkun, normal që ai do të jetë aktiv gjithë qarkun.